Ju përshëndes të nderuar shikues, ja ku takuam përsëri në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Ajo e nisi rrugëtimin e saj me fushën e ekonomisë, por siç duket nuk u ndje e sigurt dhe e prerë. Pasi një pasion, pasi një lidhje e natyrshme po ndodhte me librin, me letërsinë dhe me poezinë. Por si thot dhe ajo vetë, jeta është e çuditshme. Jeta ka mënyrën e vet të mençur për të zbuluar dashuritë e vërteta. Është Vjollca Aliaj, ekonomistja që flet me gjuhën e poezisë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëseardhje dashur. Për ftesën. Faleminderit. Është kënaqësi të flasim bashk. E nisët, siç e thash, rrugëtimin tuaj me fushën e ekonomisë, por shumë shpejt ju pothuajse u përfshit me letërsinë, dukej se zemra juaj rrihte për letërsinë. Si e gjetët veten? Është e vërtet, unë zgjodha në atë kohë kur mbarova shkollën teknike, zgjodha që të vazhdoja ekonomikun, por prej shumë kohësh shkruaja, lexoja, kisha ato aratisjet e mia të vogla me frymëzimet të cilat i hidhja në fletore dhe i kam ruajtur për një kohë të gjatë. Disa prej tyre tashmë nuk janë, por kam akoma shkrimet e atyre viteve. Kështu që duke shkuar në fakultetin ekonomik, mora me vete një pjesë të letërsisë dhe kisha një keqardhje që nuk e vazhdova fakultetin për gjuhë letërsi. Megjithatë, jam ndjer mirë në këtë fakultet, pasi u përqendrova në studime, se vetë dega ekonomike të disiplinon, të bën të jesh me, si të themi, me këmbë në tokë. Dhe kjo më ka shoqëruar gjatë gjithë eksperiencës sime në punë. Por letërsia ka qenë shumë pranë, sepse ajo nuk është se duke zgjedhur ekonomikun hoqa dorë. Unë atë e kam pasur, si të thuash, dyja rrugët kanë qenë afër njëra tjetrës, kanë plotësuar njëra tjetrën dhe më kanë ndihmuar shumë për të qenë, domethënë, për të ndjerë mirë shpirtërisht letërsia. A kishe momente kur të dukej sikur për shkak të racionales, po hiqe diçka shpirtërores, apo që profesioni i ekonomistes nuk ishte thjesht një profesion, po ishte edhe përgjegjësi? Po, profesioni i ekonomistes është përgjegjësi. Është përgjegjësi sepse të kalit durimin, të kalit vullnetin, je shumë e disiplinuar, je e sakt, kërkon të jesh e sakt, të jesh edhe shumë, të kesh shumë nder në atë që ti bën, domethënë të jesh me një fjalë ajo që ti zgjedh në ekonomi, domethënë duke ushtruar profesionin e ekonomistit, ty të bën të jesh një njeri me standarde shumë të larta, me karakter shumë të fortë. Dhe letërsia duke qenë pranë, të ndihmon që domethënë ta lehtëson pak, edhe se domethënë profesioni i ekonomistit është, mund të them, shumë kërkon që ti të punon shumë fort, me orare të zgjatura, nuk besoj se ka ekonomist financier, apo unë kam mbaruar për planifikim industrial, që mos të ketë marrë punën me vete në shtëpi, domethënë në orare të zgjatura, sepse atje ka ekonomia të kërkon që të jesh në kohë, ta bësh punën në kohën e dur, nuk mund ta lësh punën për nesër. E megjithatë duket se nuk ishte dashuri me shikim të parë. Nuk ishte dashuri, jo, nuk ishte dashuri me shikim të parë. Nuk ishte një dashuri që erdhi me njëherë, por ishte qëndres. Ti qëndrove atje. Mendon që çfarë të ka mësuar ekonomia? Të ka mësuar më shumë që të jesh vendimarrëse, që të jesh qëndrestare, apo të ka dhënë dhe pesh në atë të themi dignitetin personal? Po, të forcon karakterin, në kuptimin që ti duhet jesh shumë e fortë në atë që bën.
të jesh e duruar, të kesh vullnet. Dhe kjo gjë të shoqëron gjatë gjithë kohës, do me thënë kudo që ti punon, ke një rregull, ke një disiplinë në punën tënde që bën, sepse aty është dhe rezultati. Rezultati është në punën tënde, në sakrificat e tua kohore, apo përgjegjësinë që ti ke ndaj detyrave që të janë caktuar atje ku ti punon. Çfarë do t'i thoshe një vajzë të re që është e përfshirë nga ëndra për librin, për letërsinë, për poezinë, duke ju referuar përvojës tënde? Po, janë dy rrugë që shkojnë, janë shumë pranë njëra tjetrës, nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Është rruga e arsyes, dhe ajo që është e domosdoshme që ti të vazhdosh jetën tënde, sepse do jetosh normal që duhet të punosh, dhe pjesa tjetër është ajo shpirtërore, rruga shpirtërore. Është ëndra që goca e re apo çdo person nuk duhet ta mendoj atë sikur është një barë dhe sikur e largon nga detyra që ka, nga arsyeja. Kështu që ato shkojnë paralelisht, e ndihmojnë njëra tjetrën, se s'ka më bukur kur ti bën atë punën tënde, je lodhur dhe pastaj ke atë ngacmimin, frymëzimin, ku aratisesh në botën tënde, shkruan, krijon dhe ndihesh mirë pastaj emocionalisht, shpirtërisht. Mendoj që të dyja rrugët, do me thënë, pjesa e ëndrës, rruga e ëndrës nuk duhet të braktiset, nuk duhet të hiqet dorë nga ajo. Po, shumë bukur. Dhe e ke treguar me eksperiencë. Flasim tani për letërsinë, vendin ku shpirti merr frymëmarrje të plot, merr frymë. Ashtu siç thua dhe ti që tek letërsia ke frymëmarrjen e plot. Po. Letërsia, do të thënë krijimi i poezisë apo dhe proza poetike që unë kam shkruar, ka atë ngacmimin e vetë. Çdo gjë e bukur të ngacmon, nuk mund të kaloj, do me thënë, ashtu në heshtje. Ty të ngacmon dhe ti aratisesh të vjen ai frymëzimi i papritur, aratisesh në atë botën tënde dhe haron se ku je, vazhdon, shkruan, kur ke mbaruar pastaj ndjen atë satisfaksionin që ndihesh mirë, të bën të lind shpirtërisht, çdo shkrim, çdo strofë, kur ti e ke shkruar mbasi e frymëzuar, të bën të ndihesh shumë mirë shpirtërisht. Çfarë themi për poezinë apo dhe për shkrimin, se ti je partizane e prozës poetike? Çfarë themi? Është një rrëfim, është një stre që ti e gjen veten, apo është një, të themi, mbijetesë emocionale? Ndërsa poezia ka një, do me thënë, e ka atë cakun se mbaron vargje dhe përfundon, ndërsa proza është më e gjerë, është si të thuash një zgjerim i poezisë. Aty ndjenjat i shpreh më gjatë, më gjerë, dhe si të thuash në prozë derdhet më shumë frymëzim, ose është, do të thënë, ke më tepër pjesë nga shpirti jot, është pak më i gjerë. Dhe ti aty mundohesh të shprehsh më tepër, me metafora të bukura, me përshkrime të bukura. Nuk është tek vështirësia e poezisë që është kategori që kërkon rregulla të përcaktuara, të mënyrës së ndërtimit të vargut, të rimës ose jo, ndërsa tek proza poetike je më e lirë për të shkruar. Megjithatë të dyja, edhe poezia dhe proza duan frymëzimin, duan muzën. Patjetër që poezia ka atë ngacmimin e vetë, edhe të vjen edhe vetë ndonjëherë gjendesh e befasuar se sa bukur ka rjedhur, sepse të vjen frymëzimi, ti e shkruan, shpesh është momenti. Vjen momenti, ti e shkruan atë, dhe pastaj kur mundohesh që ta kujtosh, thua wow, sa bukur më ka, sa bukur ka rjedhur ky varg. Gjithsesi ajo, ndërsa proza, edhe proza ka frymëzim patjetër, por në prozë ti ke mundësi që të luash pak me fjalën, zgjedh atë metaforën, e zgjedh si të duket edhe ty më bukur, si mund ta përjetoj dhe lexuesi, sepse që mos të ngarkohet tepër, të jetë, do me thënë, edhe e shprehur bukur, edhe me metaforat, edhe me
ato gjërat, fjalët e thjeshta që sepse jo të gjithë lexuesit mund të kanë shije të ndryshme, ajo kuptohet, kështu që ti je midis asaj gjëje që ashtu siç të ka pëlqyer ty që e ke shkruar, ti mendon që edhe lexuesi duke e lexuar atë të ketë të njëjtë, të ngacmohen ato ndjenjat e brendshme, domethënë të parafytyrojnë një gjë të bukur, siç e ke shprehur. Nëse i referohem poezisë, vargjet tuaja duken sikur rrjedhin kështu pa zhurmë. Çfarë kanë? Kanë qetësinë, kanë ankthin e pritjes, si janë këto vargje për t'i përcjell pastaj tek lexuesi? Në përgjithësi muza të vjen kur kur ke edhe dhimbje, diçka domethënë që të ngacmon, mund të jetë dhimbje, mund të jetë revolt, mund të jetë një çast i bukur, një ngazëllim, një çast i lumtur. Këto janë gjëra që të ngacmojnë, të sjellin atë frymëzimin, atë momentin e bukur që ti fillon e shkruan. Ndërsa qetësia, unë personalisht do të thoja që mua më shtyn drejt të lexuarit, drejt leximit. Kur jam e qetë, domethënë zgjedh të lexoj, se jo çdo moment mund të jetë i përshtat, domethënë mund të ngacmoj ty për të shkruar. Dhe kur je në atë gjendjen tënde të qetësisë, kur i ke punët që i ke mbaruar, atëre muza nuk të vjen, sepse nuk e ke në dorë atë, aratisem me librat. Mbaj shumë libra pranë dhe lexoj, ndaq poezi, romane, biografi e tjera të cilat më mbushin atë. Nuk e konceptoj domethënë asnjë ditë pa lexuar disa faqe, asnjëherë. E kam në vazhdimsi. Si shkuat tek proza poetike? Çfarë ju çoi nga poezia te proza poetike? Doje që të flisje më gjatë apo që të ishe prapë të ndjenjen ta kesh gjithmonë me vete, apo doje që të flisje gjatë dhe që sa jep mundësi poezia? Jo, ato kanë qenë paralelisht. Domethënë, edhe kur shkruaja poezi, në janë nuk është se kanë qenë të ndara, domethënë që kanë qenë periudha të ndara, që kam shkruar poezi dhe pastaj do shkruaja prozë, sepse kam menduar që proza ka disa lehtësira për të shprehur më mirë ndjenjat. Ato kanë ardhur, domethënë kur më vinte çasti për të shkruar poezinë. Mirë po, proza vinte vetvetiu. Domethënë nuk është e ndarë proza po poezi. Ajo ashtu të vjen, ti fillon e shkruan, të vjen muza dhe fillon e shkruan, edhe rrjet në prozë, nuk ndahet në vargje. Dhe vazhdon e shkruan dhe vjen ajo që dhe Fajkonica kishte lëvroj prozën poetike më të bukur për mua, Fajkonica. Ndërkohë që themi, fjala është e para, është biblike, është proverbiale, ku qëndron fuqia e fjalës? Shëron fjala, por njëkohësisht edhe të dëmton, apo jo? Kam parasysh vargjet e Dritura Gollit, kujdes me fjalën, ti zonjë me çantë, kujdes me fjalën dhe ti zotëri. Ku është vjollca me fjalën? Është shumë e vërtet. Fjala është si drita, fjala shëron, fjala edhe vret. Prandaj duhet jemi shumë të matur me fjalën. Sepse maturinë e shoh si ato urat që domethënë është si ura që është e domosdoshme kur kalon. Për të lidhur brigjet. Për të lidhur brigjet. Edhe fjala. Duke qenë i matur në një fjalë, ti nuk lëndon. Nuk lëndon, sepse është shumë e rëndësishme që me njerëzit duhet të kesh kujdes. Prandaj dhe fjala është shumë e rëndësishme. Na pëlqen që të themi shëron. Edhe duhet të shëroj. Fjala shëron, se edhe vetë poezit, po t'i shohim, përcjellin mesazhe. Ndërsa lexuesi vargu nuk mund të mos ta mbaj mend, por ai mban mend mesazhin që atij i shërben për të ndryshuar sadopak atë gjendjen e tij emocionale dhe për zgjidhjen e problemeve të veta. Mesazhet nga fjala janë shumë të rëndësishme nga poezia, mendoj.
Vjollca Aliaj, jeni ekonomiste thash, jeni poete, jeni prozatore, për të mos thënë shkrimtare, autore. Ndërkohë që shfaqeni edhe në pikturë. E dim që, do me thënë, ngjyrat janë arti i pikturës, piktura operon me ngjyrat, letërsia me fjalët. Çfarë ju çon te piktura? Flet ngjyra më shumë se fjala? Unë do thoja që poezia dhe piktura janë si e shpirti binjak, mendoj. Ndërsa poezia ka fjalën, piktura ka ngjyrat dhe mund të perceptohet nga ai që e shef shpirtërisht. Në poezi është fjala që e tregon të bukurën, e tregon dhimbjen, e tregon gjendjen emocionale, tregon forcën. Në pikturë, ngjyra e luan këtë rol dhe besoj se është po aq e bukur sa edhe poezia, mendoj. Çfarë ke parasysh kur ke një pikturë? Si do flasi piktura? Shiko, unë vetë më pëlqen piktura moderne, jam për abstraksionin dhe nëpërmjet ngjyrës nuk është se mendoj shumë që çfarë ka dashur autori të tregojë me këtë, por mundohem që duke parë ato ngjyrat më ngazëllen, për shembull e kuqja, bluja, e verdha, janë ngjyra që godasin. Por unë i përjetoj shumë bukur, domethënë më pëlqejnë. Pastaj janë peizazhet që të krijojnë emocion, nuk janë peizazhi, mund të jetë fotografia dhe peizazhi në pikturë, por piktura të jep tjetër emocion. Ajo, edhe ato penelatat, edhe ato ngjyrat e ndërmjetme. Besoj se deti është element i pikturës suaj? Deti? Se në poezi është? Në poezi po, është. Në pikturë shumë pak. Në pikturë? Po, shumë pak. Ke zgjedhur fjalën për detin. Po. Dhe unë kam lexuar poezitë tuaja, prozën dhe shoh që ke një lidhje të veçantë me detin. Të gjithë glonjatët e dashurojnë, e adhurojnë, janë krenar, e kanë dashuri detin, dhe për ju besoj nuk është thjesht horizont ujë deti. Cila është lidhja e veçantë që ju keni? Deti për mua është pjesë e ADN-s time shpirtërore. Me detin më lidhin shumë kujtime të bukura, më lidh fëmiria ime pasi i matë dhe bashorti im janë të dy oficera marine kanë qenë, edhe detyrimisht që me sy gjithmonë nga deti, të frymëzuar nga deti, në ato pritjet, në ato përcjelljet. Por deti është si horizonti, është gjithmonë pranë. Ai të mëson dashurinë, që është gjithmonë prezent. Është gjithmonë prezent. Sa herë e larguar që kam qenë e larguar, ndalesa e dytë, mos të them e para mbas familjes, mbas prindërve, ka qenë deti. Sikur bëj bisedë me të, shmallem dhe e shijoj pafund. Cila është ndjesia e një zonje që është njëkohësisht bi e një detari, marinari, ta quaj kështu oficerin e marinës, bashkëshorte e një marinari përsëri, si janë ato ditë netët e ankthit, të pritjes, të pasigurisë, çfarë i zotëron përgjithsisht pritjet? Me detin, puna e babit tim dhe më tepër ka qenë, detin ai ka mbajtur larg tima për shumë kohë. Dhe ne ishim gjithmonë të përmalluara, gjithmonë me syt nga deti, se kur do të kthej babi në shtëpi, pasi ne ishim të vogla, studionim dhe gjithmonë
mamit i binte barra shumë e rëndë për t'u marrë me ne, edhe më vonë kur ishim studente. Babi, do me thënë, ka qenë gjithmonë i larguar me ato detyrat e rëndësishme të ushtrisë dhe na i ka mbajtur vërtet larg. Por kjo nuk do të thotë që në njërën anë ai ka qenë larg dhe nga ana tjetër ne na shtritur shumë dashuria për detin, sepse ishte deti. Ishte deti dhe e sillte, e niste babin dhe e sillte përsëri. Po kështu edhe më vonë kur bashkëshorti. Ishte bashkëshorti ka qenë besoj Sazan, vitet e gjata në ishullin e Sazanit, shërbimet atje i kanë mbajtur larg familjes dhe kështu që si ime më edhe unë kemi pas një përgjegjësi pak më të madhe, domethënë raport me fëmijët apo dhe me familjen në përgjithësi. Dhe deti ka qenë përgjithsisht bujar me ju apo dhe i padrejt? I padrejt nuk mund të them, sepse ishim të ndërgjegjshëm për jetën që jetonim dhe bujar, më pëlqen më mirë të them që ishte bujar. Po, shumë bujar përderisa me ato kthimet e bukura, me ato historitë e bukura të detit. Të themi që nga kjo dashuri, nga kjo lidhje shpirtërore me detin, lindi dhe ideja e krijimit të një shoqate detarie të grave të detarve. Si ju lindi ideja e krijimit të një shoqate të tillë? Ne e biseduam mes mikesh që do ishte bukur, do me thënë ta krijonim një shoqatë të tillë dhe ne e krijuam për t'i dhënë zë kësaj shtrese të shoqërisë që meriton të dalë në pa. Sepse aty janë zonja të mrekullueshme të cilat të ndajnë histori të njëjta në raport me detin, janë me shpirt shumë të bukur, shumë të pasur. Ato janë me pasione për pikturën, shkruajnë, kanë dëshira shumë të bukura në lidhje me udhëtimet, me historinë, me traditën. Dhe kjo ka qenë, domethënë, ajo shkaku, si të thua, që ne të krijonim këtë shoqatë. Dhe keni zhvilluar shumë aktivitete, apo jo? Ne kemi zhvilluar shumë aktivitete. Nga fotografi dhe piktur deri tek qëndistari? Po, kemi bërë promovime librash. Kemi bërë ekspozita shumë të bukura në bashkëpunim me piktorët vlonjat. Dhe sepse shumë nga ne edhe pikturojnë, amatore jemi ne, por pasionet janë të ndryshme, janë dhe zonja të cilat kanë bërë punime artistike shumë të bukura, ose gatime, kanë shprehur atë artin e tyre në çdo fushë, mund ta them. Protagoniste dhe ndiheni shumë janë gratë në të gjitha fushat, kështu që ju i keni kurorzuar këto me aktivitetet që bëni. Po, dhe mund të them këtë që gratë shoqatës tonë janë, mund të quaj, spiranca shpirtërore të familjeve të tyre. Patjetër, e përdore metaforën dhe këtu, tregove që je poete. Gjithsesi, shoqata, një shoqate bukur detarie e grave të detarëve në Vlorë, por me një emër paksa të veçantë. Laskarina Bubulina. Shkoni tek zonja, tek gruaja Arbanitase, por që njëkohësisht u bë heroina kombëtare e Greqisë. Pse ju zgjodhët këtë emër? Pse menduat që do të bashkon të gratë ky emër? Po sepse ajo është një figurë e madhe, e cila jo vetëm luftëtare që ka bërë për kohën, do më thënë tregoj vlerat e veta për kohën në kundër otomanëve, por edhe për familjen. Do më thënë ishin të gërshetuara, qëndresa, ishte trimëria e saj, sakrificat e saj, dhe ne menduam që me qenë se ajo është një figurë nga e cila frymëzohesh, ti vendosnit atë emër. Po. Vjoca, jeti nga ato gratë që kur ke qenë e vogël ke dalë në breg të detit për të pritur babin, më vonë për të pritur bashkëshortin, ose ka gratë të tilla të detarëve që dalin në breg dhe presin
Dhe si është kjo forca e tyre që nuk duan të shoh dikush tjetër këtë ndjenjë, këtë ndjesi? Atëherë, në breg të detit, po e marrë këtë si figurë letrare, të prezesh në breg të detit, pritja ka qenë prezente gjithmonë. Patjetër. Pritja ka qenë prezente sepse është dhe malli, është dhe pret që të kaloj koha shumë shpejt. Më kujtohet kur ishim të vogla që ktheshin nga Sazani të mërkur marinarët dhe ushtarakët të mërkurën dhe të shtunën. Dhe këto ishin dy data shumë të bukura, shumë dashura për ne se vinte babi në shtëpi. Më thënë, familja e detarit është gjithmonë në pritje. Është gjithmonë në pritje, është gjithmonë me atë anktin që të vinë mirë, sepse nuk janë vetëm detarët, oficerat që ishin në shërbim, po e lidh me shoqatën, janë edhe bashortet e oficerave që kanë qenë në marinë tregtare, me udhëtime të gjata, me edhe peripeci kanë kaluar detarët, dhe gjithmonë duke i ditur këto vështirësi, gjithmonë kanë qenë në pritje dhe shpreson që gjithçka të shkonte mirë dhe të vinin shëndoshe mirë në familje. Edhe një forcë e rrallë kjo pritje e grave që nuk duan t'u shoh kush këtë ndjesi, se nuk flasim këtu për vajzën e valve. Familjet, se nuk bëhet fjalë vetëm për bashkëshortet, po edhe fëmijët dhe nënat janë me të vërtet gra shumë të forta, sepse janë përballur me zgjidhjen e gjitha problemeve pa i patur bashkëshortët apo fëmijën apo vllajën pranë, dhe kjo të bën të jesh e fortë, ti kalosh gjërat me kurajo, ti zgjidhësh gjërat me shumë vullnet, sepse koha për shumë probleme, për shumë gjëra nuk të pret. Po. Dhe jemi te deti tani u nisëm nga shoqata, por ne jemi te deti me poezinë. Dhe në poezinë tuaj, deti është një metaforë. Mund t'i referojmë një poezie për të shkuar pasaj unë të pyetja tjetër? Po, unë kam poezi për detin, sepse deti më ka frymëzuar pafund. Po lexoj një poezi të titulluar Frymëzim Dehez, dhe ja kam përkushtuar edhe poetëve të Vlorës. Kur kthehem në rrugët e qytetit tim, përmes mbrëmjeve blu të freskëta, ku ndroj përreth, s'mund t'i shoh ata poetët. Nga maja e lartë e malit, rreth, si shpirtra të trazuar zbresin detit, vulkan shuhe në ujra, burim frymëzimi dehje, pastaj, kuptoj pse qyteti im ka aq shumë poet. Shumë e bukur. Shumë metafore bukur. Është deti frymëzim për gjithë poetët. Po, shumë e bukur, edhe njëkohësisht mendoj që këtu të ngrënë dhe vlerë aty si një qytetare e angazhuar me penën tënde që nderon dhe vlerëson dhe poetët. Patjetër. Po, shumë bukur. Pra, themi, deti është në poezinë tuaj një metaforë. Po, në jetë, çfarë të ka mësuar deti? Deti... Me që është lidhur gjithmonë me historitë familjare tuaja. Me historitë familjare, po. Deti është bërë pjesë e jona. Pjesë e kujtim, sepse aty janë gjitha kujtimet e bukura, vështirësitë, dhe nuk mund të ndajmë, do me thënë. Ai ka krijuar histori. Kujtimet janë historia e jonë. Është jeta. Historia, është jeta, është dashuri. Edhe pse deti merr dhe jep, neve na fal shumë dashuri dhe frymëzim, dhe sinqerisht nuk jetojmë dot larg detit. Jetojmë dhe gjithmonë e kemi mendje, të jemi pranë detit, të shijojmë ato ngjyrat e tij që ndryshojnë mëngjesi, darka, mbrëmja. Që do të thotë pushimet tuaja familjare janë vetëm në det apo jo? Në përgjithësi apo janë të alternuara? Në përgjithësi në det. Me detin. Vitet tona që ne e ndashur me detyrën jashtë
Shqipërisë, domethënë jashtë Vlorës, ne kemi ardhur çdo vit edhe i kemi bërë pushimet në Vlorë. Po. Sepse është e ndërlidhur me familjen, me prindrit, edhe deti në mes, patjetër. Vjollca, ke botime, libër me poezi dhe libër me prozë, apo jo? Po. Sa libra janë? Unë kam botuar vetëm 2 libra. Libër me poezi Qëndisje me fije dielli dhe Njeriu lind si një ditë e bukur, që është me prozë poetike. Jam duke botuar librin tjetër me poezi, një libër tjetër me poezi, dhe përsëri po punoj me poezin për një të ardhme. Pra, e kemi në sirtar? Apo e kemi më shumë në mendje në... Jo, e kam në proces. E ke në proces? I kam 2, domethënë, në proces. Shpresoj të tari sa më shpejt. Kur ti botosh, ne do flasim prapë bashkë. Faleminderit. E mbyllim këtu kapitullin ekonomi dhe letërsi dhe shkojmë pak tek 3 thënjet që unë zgjedh gjithmonë në fund të emisionit, për t'i komentuar bashkë. Edhe kam zgjedhur për juve, ujë dhe fjala janë të lehta për t'u derdhur, por është shumë vështirë t'i mbledhësh. Po. Si e komentojmë dhe ka rënë ndonjëherë Vjollca në grackën e tej kalimit të tyre? Ujë dhe fjala janë të dyja rrjedhin dhe nuk kanë kthim mbrapa. Duhet me qenë shumë i kujdesshëm me fjalën. Personalisht mundohem që të jem e përmbajtur, pavarësisht rrethanave që mund të ndodhet njeriu, mundohem që mos të lëndoj, mundohem që të jem e matur, vërtet të jem e matur me fjalën. Po. Je dakord me këtë që unë do të them tani, të jetëson sot, në shoqërinë e sotme, kur duket sikur jetojmë në një botë hipokrite, ku njerëzit mezi presin që të rrëzohesh, ndërkohë që kur janë përballë teje, flasin me superlativa. Hipokrizia ka ekzistuar dhe do ekzistojë gjithmonë. Por e rëndësishme është që ti të ruash vetveten, mos të ndryshosh në thelb, mos të biesh në grack të hipokrizisë. Dhe edhe nëse mund të biesh, të gjesh forca dhe të ngrihesh përsëri, sepse jeta kështu është, me ulje dhe me ngritje. Ke ndeshur ti hipokrizin e të tjerave? E të tjerave? Edhe po edhe jo? Edhe po edhe jo, po mundohem t'i shmang të vazhdoj rrugën time, sepse është më mirë kështu. Për të qenë e qetë më shumë në për të qenë dhe e qetë, edhe për të... Nuk të vjen mirë, kuptohet, por më mirë t'i mbledhësh forcat edhe të gjesh atë qetësinë tënde në ato punët e tua, në pasionet e tua. Është më mirë. Të jetosh jetën tënde. Të jetosh jetën tënde, se sa të merr, sepse njerëzit janë të ndryshëm, hipokrizia, mund ta përcaktoj edhe kështu që hipokrizia është frikë e maskuar me buzëqeshje. Kështu që ai person që është hipokrit, është më mirë që të luftoj me frikrat e veta se sa të... Nuk i beson shumë buzëqeshjeve, domethënë. Të ketë... Shumë bukur. Vjollca, e fundit, sepse folëm shumë për poezin, folëm shumë për prozën poetike, ke një poet të preferuar? Ose një autor? Po, kam një poet të preferuar, megjithëse unë pëlqej shumë, janë disa poet që i pëlqej pa mas poezit e tyre, por unë do të përmendja Frederik Reshpja. Shkëtran. Vargu i tij thjesht më ka ngritur pesh shpirtin. Dhimbja, ai ka kthyer dhimbjen në art. Kështu që e dashuroj domethënë poezinë e Reshpjes. Mirënjohje për Reshpjen. E dashuroj. Më vjen mirë që e mbyllim kështu emisionin bashk. Unë nuk kënaqa shumë, ta falenderoj që ishe pjesë. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, ishim bashk në këtë atlas njerëzor, ishim me zonjën Vjollca Aliaj, që është ekonomistja, thash, në Vlorë, që flet në gjuhën e poezisë. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim në emisionin e radhës.